Tani, me këta njerëz, i shof janë zemra, mua nuk më pyet kush. Unë s'kam kur farë roli aty, vetëm dalë se s'mu i rrinë shpi. Dalë se nuk mundëm me nejnë shpi. Jam ba Delja Zez, për qeverin jam armiku i popullit, për ata që klikën e ndyrë nepotike në për institucione, në universitetin, në shkolla, jam armiku i popullit. Ju vjen keq, profesor, që shumë pedagog të tjerë, po edhe ata që konsiderojnë se ka mbetur ky termi intelektual tani, po këta njerëzit e elitës nuk kanë ardhur një herë ta marrin mikrofonin dhe të flasin. Intelektual nuk bën titulli, që ta ka dhënë partia. Intelektual nuk bën vendimi që ta ka dhënë gjyshi, nana, baba, partia. Intelektual të bën sa ke artikuluan ditë më fshirë. 1990 kam dëshmitar zotin edhe ju që keni jetua këtu, pos si pat jetua vetë, pysë një përndetuj, nuk pedagogët e Shqipërisë shefën si struca e nuk e përkrahën lëvizjen studentore. Në 2018, në 2019, se me vjen me vjell në i qëndrimit të këtyre njerëzve. Nuk ishin pedagogë dhe mësuesi që e shkelen me kam studentën në zënës, ta shi me dhënë telefoni, me i morë ca student që janë jashtë, vetëm të dëgjojnë se qëfar u kanë bo. I masakruan. Këta kanë debu elitën dhe po bojnë debim selektiv. Por këta kanë orë, tani u kam shpres ke diaspora, janë bëndë vetëdishëm dhe mund të shpetojnë Shqipërinë, sepse kjo rrugë është rrugë që ne qënë ngërmin. Këta nuk e kuptojnë që duke largurin shqiptare, do bjenë në dorët e egyptianëve. Në dorët e egyptianëve, këj pronari që një fund, u kam ledhë dokumentat, edhe i ruë se me ullon dokumentat, ata ikin prapë, se ata kanë orë me shku në Europë pranimore. Këta janë kashin njëron, këta mu më gjasin me ato hijet në të shpela Platonit. Komunistët e Shqipërisë, kjo pjell e ndyrë sovjeto-komuniste, janë fik shpela Platonit. Këta si janë asë si komunistët, polakas, qekas, bulgaras, serbas, kroatas, slovenas. Këta janë specie tipike. Tek shpela Platonit, ato hijet e zeza, sa i nëzërën dritë, ata u këthujnë prapë e shkojnë ke hijet e zeza. Këta mësuën e rësirë, me vra, me masakrua, me debua, me vjellë. Tashe, pronat e Shqipërisë nuk mund të bëjë kjo punë. Tash po të shoj shtu, unë e shofu e më profesionist, e më profesionist në nivellit europian e botëror, si a kam ku i zilin botë. Në Shqipëri, jo. Mirë po, këta nuk e duan këte nivel, këta nuk i duan këta nivel. Universiteti Bujësori Tiranës ka qenë universiteti vetëm pas viteve 90, diploma e cilit njej ndërkombëtarisht. Dole një pikë, kush unë jap mësim ke agronomia, nuk më thot një kolegimi, thot, lush, thot, ne kanë vunë, thot, me drejtu agronom të veterinerët, ne kanë vunë i mësues violine. A ka mënyrë më të shamtuar për me shkatruar një institucion? Kush është agronom? Në rubrikën e Shqipërisë, e ka pas zoti